Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini të ngjelli në analizë. Analiza ime sot është për Milaim Zekën. Milaim Zeka u dënu sot si një mashtrues shpifës i kjetatimit gjitha. E tash një njeri sikur ky, mashtrues shpifës, me dalë me ta shoh kryeministrin. Veç shanatok miq të dashur. Po shkojmë të dëgjojmë disa fjalime tina, ju lutem, e të diskutojmë së bashku. Vepru Albin Kurti me serbë të veriut. Identik që shka vepru Miloševiqi me 98% të shqiptarëve të Kosovës. Qëre mi që dashër, a dëgjut, po është zoti një kriminal që dënohet sot, dhe ka fol kësi gjana të mërshme, të mërrushme për Albin Kurtin, apo kryeministrin, pa marrë parasysh. Po kjo është të mërë miq të dashurve. Kjo është të mërë. Ky farë shpifsi, ky farë mashtruesi me dalë me folë të sene. Me akuzu me po këtë bota. Thuti që Sërp Mitrovicën e Veriut ko kanë ka vujnë sigur na këtu njerë që na kanë shkel me tenka. Shkojnë amiq? E ndërume. Bane gjitha analizat e botës. Albin Kurti del në dy gjera që në historinë e kombit shqiptar komë mojt si abuzusi dhe mashtrusi i shekullit. Mashtrusi, Milaim Zeka, mënohet me thonë kryeministrit mashtrues. Shish farë kriminale, shish farë ignorante, shish farë mashtruesi, farë shpifsi. A përsheni mi se dashër. A përsheni me konë kena pas boj punë. A përsheni kush la ka mbrojnë në parlament. A përsheni kush u konë mërë në parlament. A përsheni mi se dashër kush na ka përfatsu. Ja pse e shvan Albin Kurtin. Ja pse nuk e dun Albin Kurtin. Sepse rap. E kanë dënu sot. Mos gabofsha 3.000 euro, një vjet burg me kusht, 81.000 euro mi këthyje AKTI-s, nuk e di se e ky dele fyën kryeministrin, që është sikur Sërçi. Shkojnë amiq? As Ahmet Zogu, Gane. as Enver Hoxha, as një Fadil Hoxha, as Mahmud Bakal, nuk ka lider politik shqiptar që ka rrit me rajt kombin e vet, me abuzu me kombin e vet në përmosat e Albin Kurtit. Po të kalzon o lup, o shtoz, o psikopat. Kalzona pse, për çfarë arsye, ku, qysh, tek. Kur Albin Kurti është kalibër botëror. O analfabet funksional. Mos zil me fyje o shtaz. Këtë rast për e fëndoj shtasën. O shpifs, o mashtrues, o ignorant. Ti sjen të këtë bukës. E ke ditë qatë gjonë, për që ta ti ke folë. Shkojna. Paragrafi 3 po disciplinares publikës Kosovës, lidhur me menjen e drejtëmi, pa kamera gjykimën e akuzës, se prokurori i shtetit është tërhequr nga kjo gjykje e akuzës. Ndërsa, për veprën penale, si në dispozitivin 5 të akuzës, i pandeuri Milaim Zeka shkon fajtor për veprën penale në mundin nga tatimi, nga 3 I kjanë nga tatimi. Një vit.
Gjoba 3 mirë. Në afat për 15 ditëve nga dita e përfaqësuarisë. Për 15 ditë mi pagu 3 mirë, Obliguohet i bankiori nga Ezeka, në emër kompenzimit dëmës, folës dëmtuar, administrata tatimore e Kosovës, t'ia kompenzoj dëmin për 80 mijë. 80 mijë euro. Në afat për 30 ditëve pas përfaqësuarisë e këtij argëtimi. A peshe Bilem Zeka, o mashtrus, o tradhtar i Kosovës, që je menu me tradhu, me ik tatimit, unë ta quj tradhti këto. Kjo është o pis, o ignorant, ti më që me thonë mashtrus, tu me që me fëndu e kryeministrin, mi thonë që as, s'më mi thëma të fjallë që a theti ma heret, o ta marrov zoti ftyrën, ti që dhe në për studio, edhe lamat, po s'ki fajti, kanë faj ata që të thirën, ata që t'japin fom ty, ata kanë faj, ti s'ki faj absolutikisht hiq. Derisa ata ty t'japin hapsir, me dal me lamat, me hangër bagla, në për studio, ty bravo të qoftë. Amo ja pra, Albin Kurti, rap, edhe kjo së kur gjë, ka tjera ala. Po, ka tjera ala. Kjo është njëra, pe atyne, ti e di shumë mirë, në Suedi. Norvegji, këtu ku je mëne. Se 3-4 kilometra e kena për këtujt. Ku je konë ti, ku je mëne. Po, step by step, thojnë anglisht. Shkallë. E ti dil ha sot dush për Albin Kurtin. Po sot folsh ti, sot hangsh ti, Albin Kurti veç ngritet në altë. Edhe lëvizave vendosje. Sepse ata janë sikur sërqi, që shtojnë fjallë popullore. Ata janë zero korrupcion. Nuk janë sikur ti mashtrus, dizëfërmus, shpifs, ignorant, njeri pa karakter, njeri pa ftyr, njeri pa marrë. Tona të zezat janë trëptonën. Ty tona më është me konë, veç njerës më është me konë. Ose njeri Sërbis, Rusis, Qinesh, Bangladeshet, së Shqiptarja. Shqiptarjo. Se qaj njeri që e fyën, kryeministrin, ku këtë botë a livdon. Ja ka këthy shpresën rinis, ja ka këthy shpresën Kosovës, e qift të jëtë kriminell, që ik tatimet, si pagun tatimet, ti dele shonë kryeministrin, ha demokraci. S'ki faj demokracia. Mishtë të dashër, kjo është e vidje për sot, mire poshu veteranët, zotë ju rujt, e inshallah larg këtyne kriminella, këtyne mashtruzve, këtyne dizëfërmuzve. Se kjo është njeri më i ligë që e ka Kosova. Kështu që unë i përshëndes Shqiptari anën banë botës, atje ku jeni. Respekt.